lirë të thënë drejtën, në rrethonat cilat sot funksionon shteti i Kosovës, lind pyetja shumë legjitime, kujt i shërben ky njeri? Kujt i shërben ky politikan? Çka e shtyn këtë politikan mi bë kaq dëm të madh shtetit Kosovës, të e fut në gjitha rrethonat, qoftë në gjeopolitik, në qoftë politikën e jashtme, qoftë në politikën ballkanike, në konflikt, në thojza shtetin e Kosovës, në armiqësi politike, për shkak se nuk ka komunikim sinqert me asnjë burr shtetas të Evropës, se për Amerikas që mund të flasim, se komunikimi është zero tash 3 vjet. Ndërkombëtarët, na e dim shumë mirë si gazetar që disa janë lajmëtar të mirë, disa janë lajmëtar të keq, për shkak se secili ndërkombëtar e ka agjendën e shtetit vet, i cili i ka kalkulimet e interesat e veta. Shumë kujt sot nuk i konvenon një Kosovë të qetë dhe një Kosovë stabile, e mas shumtit si konvenon Serbisë, armikut ton të përbetuar e historik, i cili nuk lën gur pa lëviz që Kosova mos ketë stabilitet edhe Kosova në farforme të kthehet në pikën zero që ju konvenon atyne. Dhash Zoti që kjo kryenici politike, po dhash Zoti edhe ky popull i cili nuk është pak, janë 1.2 milion banor i lirë që nuk e dojnë asnjë parti politike në Kosovë. Zoti Kurti thirret tek populli, por shikuesi duhet me ditë, Albin Kurti ka 16%, 37% që ka dalë në zgjedhje me 7 qershor. Albin Kurti ka 380.000 vota nga 2.2 milion qytetarë të Kosovës që kanë drejt vote. Kështu që as Albin Kurti, as partitë opozitare nuk mund me u thirrë që e kanë popullin mas, sepse 1.2 milion banor nuk pedojnë asnjë parti politike. Për me u kthy të ndërkombëtar. Po. Jo, përpara se shkojmë atje, Florent, se më ngacmove pak, the për kë punon ky njeri. Kush ja do të keqen Kosovës, Serbia. Jemi në pikën ku mund të vëmë gishtin, mund të themi që po punon për Serbinë, Kurti? Dëgjoj, unë si gazetar jam i kujdesshëm, do të jem gjithë